Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në pjesën e dytë të programit sot dhe do të fokusojmë vëmendjen tek ajo që pritet të ndodh nesër. Ju e dini që nesër në Kuvendin e Shqipërisë votohen, idhen për votim 2 raportet e Këshillit të Mandateve për çështjen Balluku. Partia Socialiste qartazi edhe pas publikimit të raportit ka deklaruar se do të votojë kundër heqjes së imunitetit, ndërsa Partia Demokratike ka deklaruar se do të votojë pro, ndërkohë ka thërritur nesër një protestë e cila përkon me zhvillimet në Kuvend dhe nis të zhvillohet në orën 10 të paradites. Me mua në studio është kolegu im gazetar, drejtuesi Timoni Pikal, Almer Toska. Mirë se vjen Almer, kënaqësi të jemi së bashku. Në informacionet që ju keni së pari, çfarë pritet të ndodh nesër me protestën, me zhvillimet në Kuvend, me çështjen Balluku? Shiko, unë mendoj që më shumë se protesta, lajmi i kësaj jave ka qenë mburoja politike që Edi Rama i bëri Belinde Ballukut. Ka qenë e pritshme të farë në farë mënyrë që Rama të rezistonte dhe të rezistoi, duke ditur lidhjen e ngushtë disa vjeçare që ata kanë në bashkëpunimin në pushtet. Por kjo është një lajm i keq për Shqipërinë, është një lajm i keq për marrëdhëniet e Shqipërisë me ndërkombëtarët dhe është një lajm i keq për Shqipërinë për çështjen e integrimit. Duhet dim qartësisht që ndërkombëtarët ja kanë kërkuar Edi Ramës largimin jo vetëm nga kabineti Belinde Ballukut, por largimin nga çdo lloj funksioni publik. Cilët nga? Do t'rregoj, amerikanët janë të parat të cilët në bisedat që kanë pasur private apo në bisedat zyrtare i kanë kërkuar jo publikisht Edi Ramës të largohet të shkarkoj Belinde Ballukun. McAllister, i cili ka qenë në Shqipëri, ka takuar Edi Ramën dhe i ka kërkuar shprehimisht largimin e Belinde Ballukut nga kabineti. Duke qenë Marta Kos, komisionerja për zgjerim, foli dhe dha një mesazh të qartë ku që neve politika nuk duhet bëhet mburojë e asnjë personi i cili ka probleme me drejtësinë dhe duhet shkojë përballë drejtësisë. Kur e shohim këtë, kur bëjmë rezume të gjerë, kuptojmë qartë që Edi Rama ka vendosur që të prish çdo lloj marrëdhënie për çështjen e integrimit të Shqipërisë dhe do të mbrojë Belinde Ballukun. Ndërkohë nga ana tjetër justifikohet si një akuzë pa mjaftueshme dhe nga ana e drejtësisë dhe sulmon drejtësinë. Një person i cili e shet veten në publik si babai i reformës në drejtësi, ka votuar mbron reformën. Po kur vjen çështja te Belinde Balluku, ky njeri shkon dhe sulmon prokurorët. Ata në fakt kanë lënë vend për sulme, i kanë lënë shtek palës tjetër. Këtu do të bëj një interpretim. Me juristët që jam konsultuar këto kohë, më thonë që akuza që ka sot Belinde Balluku është një akuzë e cila parashikohet të kryejë dënimin me burg nga 1 deri në 4 vite, deri në 5 vite burg. Ndërkohë ka një nen që gjyqtarët e marrin gjithmonë parasysh dhe thonë që mund të dënohet me 2 vite burg me akuzën për shkelje barazisë në tenderave dhe ajo mund tender e keni fjalën se po flasim për çështjen aktuale. Po flasim për pretencën aktuale, për atë çka për këtë raport që ka shkruar në 16.000 faqe. E kuptoj se janë për 11 çështjet prandaj. Do flasim më vonë. Pra po flas aktualisht. Belinde Balluku me këtë akuzë që ka sot rrezikon 2 vite, 3 vite burg, më pas kthehet në shërbim prove dhe e mbyll me kaq. Tani, unë jam dakord që SPAK nuk e ka shtuar akuzën, që do ta shtojë, por me këtë akuzë, një pyetje për kryeministrin. Zotri, pse nuk e lë ti që e do kaq fort Belinde Ballukun? Të shkojë të përballet me drejtsinë, hiqet imunitetin, le të dalë pafajshme dhe nxirë ata prokurorët lakuriq dhe thoni që ju po bëni akuza dhe po montoni skenare politike kundër njerëzve të mi. Po pse eksperimente do bëj kryeministri? Pse duhet ta bëj ai këtë? Një kryeministër i cili është serioz, ja heq imunitetin dhe e lë Belinde Ballukut përballet me këtë akuzë. Por jo, ky është më i djallëzuar se kaq. Ky e do të fundosur Belinde Ballukun. Pse e them këtë gjë? Sepse ndaj Belinde Ballukut SPAK pasi ditën e nesërme nuk do miratohet heqja e imunitetit. Do keni debatin Shernaj, opozita do bëj tau aty jashtë, se dhe opozita e mbron Belinde Ballukun. Në fund ditës do kemi çfarë pam aty për plas flamur noka apo jo me policinë. Në fund fare Belinde Balluku dëshmanget nga vëmendja. Tani të kthehemi vëmendjen e vërtet qytetarëve. Tani kur prokurorët janë kërcënuar thot Gazmend Bardhi nga bandat e Fierit, çfarë bëri Edi Rama më shumë se ata? I kërcënoi publikisht. Ky njeri i cili është garantori i reformës drejtësi, i bëri presion të hapur drejtësisë. I tha që ju s'mund ta prekni këtë, kush jeni ju prokuror që vini me inqizime. Po mirë mo zotri, këta lë të gabojnë, po lëre ti më të përballet ajo me drejtësi. Pse e mbronti Ballukun? Lëre më ka kryer këtë krim. Nuk ka fajshë pa fajshë, lëre më të shkojë ajo vetë me këmbë të veta. Lëre të shkojë përballë dhe ne shohim se sa argumente dhe fakte ka. Por për sa kohë ai e di shumë mirë të vërtetën që Belinde Balluku ka një mal me akuza. Do ta detyrojnë SPAK-u në këto momente
që të shtojë akuzën ndaj Belinda Ballukut kur të bëj kërkesë, se s'ka don kërkesa tani për pak ditë. Dhe ka të drejtë Spaku ta riformulojë atë. Spaku do riformulojë akuzë të re më të rëndë përveç shkeljes barazisë në tendra. Pra ai po e detyron Spakun të bëjë këtë, kjo është loja thonë? Kjo është loja e Edi Ramës që ta fundos Belinda Ballukun më keq. Po do ta fundos më keq, sepse po ta donte e linte me kaq. Por ai Spak nuk do ngelet me kaq sepse ka shumë akuza. Në kërkesën e dytë që do t'i çojë Partia Socialiste për heqje imunitetit dhe arrest për Belinda Ballukun, Spak do të kërkojë përveç shkeljes barazisë në tendra, do të kërkojë korrupsion, akuzë për korrupsion, akuzë për fshehje të pasurisë, akuzë për intimidim të shmitarësh. Kjo po ka më shumë është e pasuria, akuzë për transferim parash. Tani neve po flasim vetëm ish bashkëshorti i saj Sokol Balla, është pyetur Spak për transferime parash që flasin shumë marramendse. Pra, ne po flasim për njerëzime të afërt, po kush janë, po njerëz dhe saj që ka bashkuar biznes, po Bashkim Ulaj, Ardit Metaliaj, Sali Llari, Ram Geci. Këta nuk kanë bashkëpunuar me Belinda Ballukun që i kanë fryrë këto tendrat që kanë marrë, që këto rrugët po bjen gjithë rrugëve. Pra nuk mundet që Belinda Ballukun në asnjë mënyrë të shpëtojë. Edi Rama e bën me koshiencë këtë lloj provokimi ndaj Spak që të vi me 3 akuza njëkohësisht. Ndërkohë konfirmon në krye të qarkut të Fierit sërish drejtuese politike. Për mua Belinda Balluku ka vdekur politikisht. Pra, çfarë donte Edi Rama deri këtë moment? Donte që Belinda Balluku mos të shihej si aspirante e Partisë Socialiste për të marrë drejtimin e kësaj force politike, mos shihej një aspirante e karrigës së Edi Ramës. Këtë gjë arritjej. E spostoi, e vrau dhe këtë i vuri kryq, e hoqi nga loja. Pra, Belinda Balluku në gjithë lojën e vet politike, aspirant këtë ka pas. Të eliminonte Erion Velien, pas të eliminonte Edi Ramën. Ndërkohë Edi Ramën u tregua me zoti, e eliminoi aktualisht. Pra Belinda Balluku është një kufon politike që ka marrë fund. Jo Fierin drejtoi ajo, po drejtoi edhe 3 herë sa Fieri, ajo nuk vlen më politikisht. Do ngele atje me Zegjinen, e me Zegjinerat, edhe do bëj talala duke bredhur për Fier, fshat me fshat dhe në fund fare çfarë do arri? Pra ka vdekur. Kur ne jemi në një situatë të tillë, ajo që ne na shqetëson, që shqetëson ndërkombëtarët, ajo që shqetëson opinionin publik, është presioni i Edi Ramës ndaj drejtësisë. Ku e gjen guximin ky njeri? Që një lloj si banditët, një lloj si kriminalët që ky fliste, që është në videot e Gysa Gasit atje, që i kanë Spak. Ky njeri i cili bashkëpunonte me krimin organizuar fliste face to face. Ky njeri bën rolin e kriminalit publik dhe kërcënon prokurorët e Spak. E di që nuk i kanë pushuar lotët e familjes së Dritan Premçit nga kërcënimet e këtyre banditëve. Pra kjo është situata sot, që banditi me votat të vjedhura, banditi me bandat e krimit që bleu çdo votë shqiptar sot i thotë vetë kryeministër, kërcënon drejtësinë. Un jam kritik ndaj drejtësisë. Dhe drejtësia ka gabimet e veta. Dhe individ brenda të shantazhuar ka. Sa aty ka prokuror, të cilët i kontrollon Edi Rama janë takuar me Gysa Gasi, janë me videon Spak. Se si dim ne këto? Apo gjyqtar. Pra ky njeri kontrollon segmentet e drejtësisë, por ky njeri kurrë nuk mund të bëhet pengesë për reformën drejtësi. Ky njeri duhet ikë dhe do ikë se s'bën, nuk ka ky asgjë që shpëton. Pra nuk bëhet fjalë për Belinda Ballukun, por ky e mban tym najën që njerëzit merren me Ballukun. Balluku ka vdekur, tani do merrem me këtë. Është rradha që të ikë ky zotria. Pra në këtë situatë që jemi ne, Edi Rama nuk ka asnjë lloj shansi që jetë gjatësinë e vet politike ta mbaj duke mbajtur në shtëpi një kufom si Belinda Balluku dhe të vinë njerëzit ta qajnë nëpër studio si e drejt e pa drejt se disa e mbrojnë pa turpsisht. Ndërkohë që është kjo hajdutja që çfarë se ka bërë këtij vendi. Përmendni fjalimin e parë, jo mos më ndërpre. Në pjesën e parë të fjalimit që bajti 80 minuta përballë gazetarëve kur dorëzoi detyrën e Jo, përballë në takimin që kishte me ai kishte për Ramën këtë. Po pra, për Ramën po flas. Në takimin që pati me grupin parlamentar, Rama në pjesën e parë i bëri rezume punëve të mira Belinda Ballukut. Tani unë t'i rendis ty drejtori për drejtori. T'i rendis institucion për institucion, që ka qenë varësit Ballukut apo kontrolluar prej saj. Janë institucione të cilat kanë një mal me afera korruptive, me emër mbi emër. Ceno Klosi, ish drejtori i tatimeve, deputet sot, akuzohet për 30 milionë euro abuzime. E di Edi Rama këto? Që ky njeri ka abuzuar me vllajën e vet, e mori një resort te Kodra e Diellit nga 600.000 euro ja shiti për 12.000 euro. E di që është abuzuar 30 milionë euro ky Ceno Klosi. Ky njeri që hapte luftë e medjave. Klevis Jahaj, ish drejtori i Akum, deputet i Fierit sot, 100 milionë euro abuzime me ujësjellsa që s'ka ujë për fshatra sot. Ja kjo është kja njerëz të Ballukut që thoshte kemi bërë neve pa dalë infrastruktura, se po e ka infrastruktura. Tani do kalojmë tek energjetika. Blendian Dalipi, drejtori i OSSH-s, i ka dhënë babait vet 30 milionë euro tendera.
ish drejtori ose Skerdi Drenova, miliona euro tendera. Këto janë punët e mira të Belinda Ballukut. Ku janë parat e Belinda Ballukut? Ja, po tek këta zarat e Belinda Ballukut, tek këta hajdutët e vegjël. Këta janë ata të cilët e kontrollojnë këtë vend. Pastaj po flas për Ardian Çelën me shok, që kush ka qenë OSHE. Duhet hetoj urgjentisht energjetikën, OST, OSHE. Vidhen miliona euro abuzime me tendera. Është e njëjta dosje si Akshi. Pastaj s'po kaloj sot për hajdutin që ka atje në Patos. Ato vlonjatin Eltar Dedaj. Miliona euro tendera në Alpetrol zonjë. Vidhet pasuritë e shqiptarëve. E dërguat Alpetroli në Pra, Alpetrol jam duke mbledhur gjitha faktet. Pra, ky hajdut i vogël i Belinda Ballukut atje në kryet Alpetrolit, që ne kemi pasurinë kombëtare që kanë mbajtur me breza. Se unë vi nga një familje naftetarësh. Gjyshi im, të afërmit e mi, xhexhallarët e mi, gjithë farefisi im ka punuar në naftë. Dhe mua më dhimbse ai sektor atje. Ato pustet e Marinzës, të Patosit, që sot vidhen nga një bandë e drejtuar nga ky Eltar Dedaj. Miliona euro. I di kryeministri këto? I di pra, por hesht. Pse hesht? Sepse Balluku e mban peng. Për sa kohë do vazhdojmë në këtë gjendje? Për sa kohë pra do ta mbajmë ne këtë kryeministër? Ne po e mbajmë për aq kohë sa kemi një opozitë kapur atje atan. Por kjo nuk do zgjasë, sepse ndërkombëtarët do vënë dorë. Por Rama do bjeri dhe Berisha do bien të dy ata njëkohësisht, sepse është binom që mbajnë njëri tjetrin për interesa politike. Ndërkombëtarët s'po vonojnë atë. Ndërkombëtarët do lëvizin shumë shpejt. Është skenari, ta kam thënë skenari. Tani po të shikosh se nuk duhet harroj edhe do të kam dhe një çështje të fundit. Ndërkombëtarët sot e kanë një skenar, e kanë një kryeministër që e sjellin, e kanë hije, qëndron aty, pret momentin. E kanë një skenar ata. Thjesht po presin të zaurohen gjithë hapat. Presin që drejtësia të veprojë, mbaroj që është e Balluku dhe do vite Rama këta. Rama do merrem në prill, me Rama do merrem në qershor, Rama është i tërbuar aktualisht. E ka humbur çdo lloj sensi normal, logjik, sepse është i përfshirë në këtë lloj aferash korruptive. Tani tu tregoj diçka. Kam një dokument ekskluziv. Do të shpjegoj, po flas. Sot është anuluar një çështje shumë e rëndësishme që Rama e përmendi aty. E përmendi përballë grup parlamentar. Bëhet fjalë për Porto Romano. Tha, pra që të shpjegojmë qytetarëve. Porto Romano është një port i ri me që ala Bari do investojë në portin aktual në Durrës, në Porto Romano do bëhet port i ri civil. Në këtë port, me vlerë 420 milionë euro fazës parë, kanë konkuruar 5 kompani. Nga më të mirat në botë. Dhe është pallur fituese një kompani greke që del me linjë në Abu Dhabi, në vendet arabe dhe në pas me para ruse. Dhe Edi Rama edhe për këtë reagoi Dhoma Amerikane e Tregtisë, e cila mbajti një qendrim, tha, ju nuk po bëni gjën e dur me këtë proces. Ambasadori holandez ka takuar kreun e SPAK, Claudian Bravo, për këtë çështje. Në 26 shkurt, SPAK ka nisur një hetim dhe ka marrë dosjen e çështjes së Porto Romanos në hetim. Dhe sot është anuluar procedura e tenderimit të fazës parë të Porto Romanos. 400 milionë euro. 422 milionë euro. Pas këtij lloji presioni, sepse kompania Arkidon, kompani holandeze me mbështetje greke, prapavi greke, erdhe ruse në fund fare, e cila nuk ka dorëzuar ofertën, nuk ka dorëzuar një shumë të caktuar. Tani çfarë ndodh? Unë kam një dokument ekskluziv këtu. Kjo është, po ta shikosh, këtu është logo, ta afroj kamera, është logo e kompanisë holandeze. E kompanisë më të mira holandeze, e cila ka shfaqur shqetësim në institucionet shqiptare, në ambasadën holandeze, dhe kjo është një letër zyrtare i dërguar Edi Ramës, Belinda Balluku dhe Kreshnik Bajraktarit, ish drejtorit. Pra është në anglisht. Po ta fokusoj kamera. Tani, këtu çfarë pretendojnë zotrinj, që ta lexoj për publikun. Atëherë thot: Zoti kryeministër, ju informojmë se Van Ord dhe Bexit, pra Joint Venture, dy kompanit, Besic janë lider të njohur globalisht në infrastrukturën detare, se cila ka më shumë se 100 vjet përvojë. Van Ord me Stellini Rotterdam ka realizuar me sukses projekte të mëdha në gërmime në infrastrukturë Azia, Afrikë, Europë. Besic me Stellini Bruxelles ka ndërtuar një reputacion global në realizimin e disa projekteve më komplekse të porteve infrastrukture detare në botë. Të dalim tani. Të dy kompanit kanë marrë njojë dhe certifikime ndërkombëtare për përdorimin e teknologjisë moderne në ndërtimin e porteve. Thot, sa i përket kapacitetit financiar, Van Ord, kjo kompani që Edi Rama e pezulloi, pra Belinda Balluku e pezulloi për t'ia dhënë grekëve, Van Ord raporton se ka një qarkullim vjetor prej 2.5 miliard euro. Ndërsa Besic ka një qarkullim 3.5 miliard euro. Të dy këto kompani kanë ardhur këtu dhe kanë dhënë ofertë për portin. Balluku i ka skualifikuar. Pse? I kërkojnë 100 milionë euro këtyre. Këta janë holandezët, kompania lider në botë.
Të e faktojnë ato? Kjo është burim që e kam unë. E kuptoj. Që Belinda Balluku i ka skualifikuar këta. Thot, mos përputhje e garancisë dhe ofertës së munguar. Çfarë kanë bërë pas? I kanë thënë dorëzoni dokumentat dhe i kanë nisë një link të gabuar ku kompania holandeze të orvatej, të lodhej dhe mos të dorëzonte në kohë ofertën. I kanë kërkuar një shumë, e kanë përcaktuar, e kanë dorëzuar dhe shumën ekonomike. Dhe çfarë kanë bërë pas? Megjithatë thotë, asnjë nga pjesëmarrësit e tjerë nuk përmbushi këtë kërkesë që i kërkonin këta. Në vend që të zbatojë rregullin në mënyrë të barabartë, autoriteti kontraktues vendosi të anullojë të gjithë tenderin dhe të rihap procedurën përsëri, duke hequr këtë kërkesë për garanci oferte, sepse kompania Arkidon nuk e kishte këtë gjë, këta e zotronin. Tani t'jap një detaj mos i lot në fund. Shikoj çfarë thot në fund fare. Thot angazhimi dëshmuar përmes propozimit të financimit. Midis të tjera kanë kjo kompani holandeze, më e mira në botë, ka ofruar edhe financimin. Thot e bëjmë ne, thot. Thot propozimi ofronte deri 95% financim të projektit, të mbështetur nga Agjencia Holandeze e Sigurimit të Kredive të Eksportit Atridut Deutsche State Business në bashkëpunim me ING Bank. Pra, vinë këta zotrinë. Kompania më e mirë në botë që ndërton porte, jo thot Belinda Balluku, do ta ndërtoj grekët, ku unë të marr pjesën time. Vinë kompaninë ndërkombëtare ndërtojnë rrugë, jo thot do të ndërtoj Bashkim Ulaj, se aty vjedh unë, do të ndërtoj Ramgeci, do të ndërtoj Salillari. Edhe rrugët bien të gjitha, bie tuneli, ja jep turqëve. 50 milionë euro morën turqit pas sjellni makineri në Shqipëri. Edhe Belinda Balluku nuk do të shkojnë në burg. Nuk kam lidhje tha me aktet korruptive, Tani, nuk kam lidhje me korrupsion. Ato lërja drejtësisë ta dëshmoj. Unë po ta dëshmoj me fakt, me dokument. Këtë lloj letre që ka më sot. Të e ka kryeministri, i është dërguar kryeministrit Belinda Ballukut, i është dërguar dhe Kreshnik Bayraktarit, drejtorit aktual të porteve për kohën. Dhe këta njerëz nuk zgjedhin të kompani fituese, po zgjedhin të kompanit këtu që këta i zhysin dhe i fshehin paratë e tyre. Anullimi ka ardhur si pasojë e presionit amerikan në gjykimin tuaj? Anullimi ka ardhur si një presion ndërkombëtar, amerikan, holandez. Sepse nuk lejojnë ata që pse. Kush e ka anulluar? Kush anulloi tenderin? Ola, çfarë bën? Tenderin sot është anulluar sepse kompania Arkidon greke nuk ka dorëzuar në kohë ofertën financiare. Pra, për sa kohë neve kemi, për sa kohë ndikim një linjë të tillë, që hajdutët e këtij vendi këtu, që i quajmë oligark, të cilët vjedhin me Belinda Ballukun, i konsiderojmë si të rëndësishëm, më shumë se partnerët e kompani serioze, aq kohë këtu ekonomia e këtij vendi do rënohet, sepse këtu nuk do të vinë më kompani serioze të investojnë. Këtu në turizëm vinë ata të cilët janë pothuajse turistët më të varfër të Europës. Nuk vinë të turizëm elitar, sepse këtu çdo gjë për ditë shkon projekt strategjik. Kush i merr këtë projekt strategjik? Këta pra që punojnë me Ramën e me Ballukun. Këtu shqiptarët pse ikin? Sepse çdo ditë paratë përfundojnë te Belinda Balluku. Nuk kam tha 300 apartamente, as 3. I ke pra në Dubai, i ke në Zvicër, i ke të fshehura kudo, pse si dim ne këtë gjë. Pra këto janë të faktuara zonjë, këto që po them unë. Tani këtu ti shikoj bie rënohet tuneli i Llogaras, rënohet tuneli i Murrizit. Rënohen 21 akse rrugore. Pse? Se i bëjnë këta hajdutët e vegjël Ballukut. Ram Geci, 4A-ja, Ardit Metaliaj, është ky nipi Sadria Bazë, ky Arbëra Bazë që ka marrë besën e Ballukut. Kjo bërnamin me tendra. 100 ca milionë euro tendra. Aty pra janë paratë e Ballukut. Nëse Balluku do të shkojë në burg, nuk do të shkojë vetëm, do të shkojë grup me këta. Se këta vjedhin edhe nuk ndërtojnë me cilësi. Këta vjedhin edhe rënohen, edhe qytetarët vuajnë. Pastaj nuk ka para, sepse parati merr infrastruktura, nuk ka para për buqit, s'ka para për rritje pensionesh, nuk ka para për mjekët, për inferi mirë, për mësuesit, për medikamentet, nuk ka para për jetën, për shëndetin, nuk ka para për onkologjikun, sepse i merr Balluku me këta hajdutët. Pra Bashkim Ulaj me shok. Pra këta janë, ky është situata politike sot. Tani të them edhe diçka tjetër. Jo, edhe diçka, edhe një pyetje. Ju nesër mendoni se të gjithë socialistët do të votojnë në unison për mos lejimin e heqjes së imunitetit, apo mund të ketë edhe ndonjë që mund të mos votojë ose të votojë ndryshe? Se ca sinjale siguri kemi parë. Unë di të themi gjë. Ta kam thënë herën e parë dhe çdo informacion që unë të them e kam të konfirmuar. Unë di që ç'është grupi parlamentar nuk pres unë që Zegjineja apo Zegjinerat, llumi i Shqipërisë që përfaqëson atë logo të Partisë Socialiste, që nga Arta Dade, që nga Ermelinda Meksi, që nga profesorët Tem Ruka, ka përfunduar te Zegjinerat dhe llumi i mbështetur nga bandat kriminale, presun që këta të dalin kundër Ramës. Këta janë llum, këta nuk përfaqësojnë shoqërinë shqiptare. Por shoqëria shqiptare e ngecur keq, sepse ka aty matan një opozit më të kapur dhe më llum se qeveria, shkojnë votojnë fatalisht një nder të vogël dhe votojnë të qeveri. Po kush i voton te këta? S'ka shans.
Një djalë të ri nxirr aty te opozita, s'ka shans të fiton 90, fiton si 92 në opozita. Por jo, ata duan Sali Berishin aty. Sa të plaket Sali Berishin, do plaket Edi Rama dhe vazhdon ky binom. Nuk janë shqiptarët me këta, se unë jam përtit me njerëzit. Tani ç'a ndodh? Unë di themi gjë, që brenda Partisë Socialiste do të ketë një lëvizje të fortë anti-Ram. Që do ketë eksponentë të vjetër, të cilët dalin dhe po flasin në media, dhe kjo është mbështetur nga amerikanët, që ta dish. Pra amerikanët grupi anglisht folës atëherë. Tani ata që njihen si grupi anglisht folës. Unë nuk mund të përmend emra, por unë di të them që sot ka një lëvizje brenda Partisë Socialiste kundër Edi Ramës, dhe e cila do përforcohet, sepse do t'i bashkohet në të ardhmen i detyruar Gramoz Ruçi, do t'i bashkohet Erion Veliaj, do t'i bashkohet Fatmir Xhafaj, do t'i bashkohet Arben Ahmetaj, edhe Balluku do bashkohet kundër Ramës në fund fare. Pra kanë lëvizur lëvizjet, se nuk presin ata që të bjenë për Partinë Demokratike mbështet. Nuk ka për të ardhur kurrë sa ditë Sali Berisha. Do reflektohet kjo ka një skenar. Nesër? Tani, nesër nuk ka asgjë mola, nuk ka asgjë. Të gjithë do votojnë njësoj. Po flas për të ardhmen. Po flas muaj në zhvillim. Ka një skenar të qartë që në të ardhmen Partia Socialiste, që nëse Edi Rama do vazhdoj ta mbaj me forcë Ballukun, të kemi zgjedhje parakoshme. Dhe zgjedhje parakoshme, unë se vën dyshim që fiton Partia Socialiste prapë. Por do them që Edi Rama nuk do jetë me kryeminist, do jetë kandidati i këtij grupimi që po formohet aty. Sepse socialistët kur do lulëzoj ky grupim? Po shikon zërat i tek, po dal nga dal do form. Çfarë? Edi Rama bën një gjyna, këta shtojnë një hap. Edi Rama shton një mëkat, këta shtojnë një hap. Edi Rama sot nga amerikanët ola po kërkon vetëm një gjë. Kërkon garancinë në mënyrën se si të iki. Nuk ka garanci nga amerikanët që i shpëton burgut. Për këtë arsye vazhdon këto përpjekje për të rrit pazarin dhe rrit presionin për të marrë garanci në mënyrë që të iki. E kuptoj. Si shpjegohet Almer, edhe diçka të fundit se jemi në minutat e fundit, si shpjegohet që kryeministri atakon vazhdimisht gjyqtarët për çështje nga më të ndryshmet, për shembull sot ka reaguar e pat besoj për vendimin e marrë nga kushtetuesja për çështjen e TikTokut, dhe nuk reagon për këto gjobat e jashtëligjshme që vendosen nga tatimet. Si e shpjegoni këtë? Atëherë, unë jam vënë dieni sot nëpërmjet Ballkan Webit që televizionit News 24 dhe bizneseve që pronari i tij zotron, tatimet janë hedhur në sulm. Dhe ky është i qëllimshëm. Janë hedhur në sulm sepse ka ca investigime që po kryen edhe po publikohen. Ky televizion që është televizioni më i mirë në Shqipëri informativ. Dhe kjo është fal punës tënde dhe fal punës së gjithë stafit që punon këtë televizion. Që është që ky televizion sot, nëse hedhim në bursë, ka një vlerë 80 milionë euro, mund të jetë më i shtrenjtë se gjithë të tjerët. Pra, është një televizion me ndikim që bën gazetari, bën oponencë, bën vërtetësi fakti, bën investigim, por këto nuk i pëlqejnë Petrit Malajt, ministrit financave, i cili ka në xhep një xhepiste që është drejtoresha e tatimeve, një Erlinda Lila, dhe vjen vendos gjobe ndaj pronarit të këtij televizioni edhe bizneseve të këtij televizioni. Pse? Sepse duan të pengojnë fjalën e lirë, duan të pengojnë çdo investigim të mundshëm që nxjerr në pa horrliqet e këtyre. Emisioni Veting në fakt do të vazhdoj. Emisioni Veting do ta vazhdoj. Tani unë do të publikoj të tjera fakte në ditët e vijim. Për sa kohë mediat cënohen të vend, organizatat ndërkombëtare reagojnë dhe duhet të reagojnë. Po ashtu reagojnë ambasadorët në këtë vend. Unë për këtë zonjën këtë Erlinda Lilën, edhe për ministrin Petrit Malaj, do t'i kërkoj personalisht ambasadës amerikane me një shkresë t'i shpallin non grata për cënim të integritetit, për cënim të medias dhe fjalës lirë, për cënim të përdhunim, për kërcënim, intimidim të një media e cila duhet është pasuri kombëtare News 24. Është aq e rëndësishme sa u përpoqën me vite ta blinin, ta intimidonin, nuk e arritën dot. Fakti që kjo media bën opozit shqetëson këta, por duhet shqetësojë edhe ndërkombëtarën të vend. Prandaj ambasada amerikane si institucion i cili garanton duhet vinë në këtë institucion. Pra përveç saj duhet vinë dhe duhet të kontaktohen me pronarin e gazetarëve se çfarë po ndodh në këtë institucion. Nuk duhet vazhdojmë më ky lëmshi pa betejë. Duhet jemi ne të dalim mbrojtje çdo media që sulmohet. Dhe dje sulmor pronari një media tjetër. Dhe solidarizohem dhe me atë, me zotin Meksi, sepse media është e shenjtë, media është pushtet i shenjtë. Nuk mund të prek askush mediat e gazetarët në të vend. Për sa kohë bëj punën e tyre. Për sa kohë ata raportojnë të vërtetën. Dhe vendosja e gjobës është faktike, është një kërcënim ndaj fjalës lirë dhe investigimit që po bën ndaj ushtarëve Belinda Ballukut kjo media. Për sa kohë ata përpiqen në këtë gjeng të forum, ne do përpiqemi forum tjetër, o kallëzim spak ose raportim ndërkombëtar. Që këtyre njerëzve të shpallin në gradat, hiqen vizat, por të shkojnë para drejtësisë për çdo shkelje që kanë bërë. Sepse sot drejtoria e tatimeve në Tiranë është një nga ato biznese që kur e ka drejtuar Cenoklosi, kur e drejtoi këta hajdut të tjerë Belinda Ballukut, i vendosin gjoba nga 100.000 nga 200.000 euro bizneseve. Pra bizneset kanë një kompjuter me një program fiskal, financiar,
të cilët aty raportojnë çdo gjë, këta shkojnë e marrin, pretendojnë që një faturë ka raportuar dhe e marrin kompjuterin aty për të marrë job biznesit 100.000 euro, biznesit ma 200.000 euro. E kam të faktuar që i kanë kërkuar 200.000 euro një kompani e sallami. Ja pra këta hajdut e vegjël. Këtë pra bën media, zbulon këtë që themi ne. Thotë vërtetën. Këtë bën News 4, që është vlerë sot në treg, që është media e pakapur, sepse i kanë futur gjitha në xhepta. Dikush është me incineratorë, dikush është me tendera, dikush është me leje ndërtimi dhe të gjithë bëjnë lajme dhe kronika. Edi Rama, turizmi, askush nuk thotë tu hajt vjedhjet. I thotë ky televizion. Këtë media, këtë vlerë ne duhet ta mbrojmë shqiptarët e ndjek edhe mbrojmë, sepse unë di audiencën që i ke ti në këtë program. Di audiencën që ka në televizion. Është më i miri në treg. Jo s'do t'i bëj unë qefin. Po edhe pa qenë unë është. Por neve të gjithë, kur media lejon fjalën e lirë, kur media nuk censuron, media i shërben publikut. Dhe këtë bën News 4, i shërben të vërtetës publikut, që njerëzit problematikat që nuk i zgjidhin. Në vend të tjera vinin zgjedhje përmjet telefonatave të emisionit Mëngjesit, vinë te emisioni Veting, vinë tek emisioni tjetër investigativ që kanë Tak Fak. Pra në të gjitha mënyrat ata njerëz gjejnë ngrohtësi dhe gjejnë qetësinë e tyre munguar që nuk u përgjigjet. Për këtë duhet reagonte opozita sot. Pra zoti Berisha duhet reagonte për këtë gjop. Të gjitha ata deputet që vinë në këtë studio duhet reagonin. Të gjitha deputetët e opozitës për këtë rast, sepse është një agresion i pastër nga qeveria ndaj një media. Të sulmosh median është të sulmosh fjalën e lirë, të sulmosh gjën më të rëndësishme. Shiko, ne jemi në muajin e Ramazanit. Dhe fjala e parë që ka Kurani është lexo. Pra kjo ka shumë nën kuptime. Lexo do thotë që hap syt, shiko, liri, shprehje, mendim. Këtë ka media pra. Është e njëjta me fjalën lexo që është Kurani. Këta njerëz duan ta zaurojnë këtë gjë, por nuk do t'ia dalin dot për sa kohë ka gazetar që bëjnë punën e tyre ndershmërisht në këtë vend. Almer, faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ky ishte programi për sot. Shihemi sërish nesër në mesditë.